Para pak ditësh policia dhunoi banorët e Rriollit që po mbronin tokat e tyre nga grabitja e oligarkut Bashkim Ulaj. Nga do nëpër Shqipëri, fshatarë e qytetarë po luftojnë për tokat e tyre, për burimet e tyre ujore kundër gryksisë së oligarkëve. Në Rrioll kemi oligarkun Bashkim Ulaj. Në Zaldajt banorët e vendit po protestojnë kundër gurores së oligarkut Rok Gjoka. Në fshatrat e Vlorës, në Dukat dhe në Tragjas, banorët po luftojnë për të mbrojtur ujin nga grabitqaria e oligarkut Samir Mane. Oligarkët në fillim na vodhën nën tokën, pastaj na vodhën parqet e qyteteve. Lumej, Deti, sot po kërkojnë tokat e qytetarëve dhe të fshatarëve për t'i rrëmbyer për interesat e tyre. Nëse nuk i ndalin, do vinë ta marrin shtëpitë ku banojnë, kudo, në fshatra apo në qytete, në emër të tashtuquarit dhe famkeqit ligj të investitorëve strategjik. Kush nuk e ngres zërin sot kundër oligarkisë? Kush nuk i përmend dhe denoncon oligarkët me emra? Kush e relativizon pushtetin kriminal dhe kapjen e shtetit nga oligarkët është duke u shërbyer atyre. Lëvizja Bashkë është e vetmja parti politike që ka guximin denoncojë dhe solidarizohet me protestën e të gjithë qytetarëve, fshatarëve dhe banorëve të Republikës së Shqipërisë në mbrojtje të tokave tyre, të burimeve tona të përbashkëta dhe të një ardhmeje më të mirë. Prandaj unë ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptar të bashkohen me Lëvizjen Bashkë për t'ju kundërvënë oligarkisë, për të abroguar një ligj mafioz i investitorëve strategjik, për të ndërprerë PPP dhe koncesionet. Shqipëria jonë e përbashkët mundet të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme vetëm nëpërmjet një shteti që ka vizion dhe që u krijon mundësi ekonomike të gjithë qytetarëve shqiptar dhe respekton punën dhe kontributin e çdo brezi.